Okej, me këtë kohën që është kaq teganjoze tani me ç'po shoh duket që kemi ftohur. Po ky është një justifikim shumë i dobët që mos shkojmë palestër. Kështu që nuk kam pse të zgjatem më shumë. Rutinë mundi tashmë e dini, pim elektrolitin, tiki ta diçka edhe we go gym. Okej, herën e fundit tu me 50.2.5 kapëm 4 përsërite, kështu që duhet të synojmë që të paktën të kapim 5 në kësaj herë. Ndonë mendoj që ndjem konfident që mund ta bëj një përsëritje më shumë veçanse herën e fundit ku provova me Brown 110 që ai Smithi, arrita të nxjerr pak në 3 përsërite. Kështu që kam shpresa të mira që mund t'ja dalë. Here we go, bëjmë një warm-up set Nacho. Okay, warm-up set 2. Here we go. Okej, avash po nxehemi. Bëjmë një feeder set edhe pse kalojmë top set. Okej, feeder set. Po mendoja të nxjerrja edhe çik më shumë supet, po mendoj që janë gati. Top set. Okej, synojmë që të paktën të kapim 5 përsërite kësaj herë. Edhe shpresojmë që mos na marrë bateri mikrofonin se si pa darkari kur djen darke. Here we go, top set, all out. Ah, shit. Aspekti i thjesht të nxjerrit të peshën është shumë e vështirë, edhe më lodh shumë vetëm nxjerrja. Okej, pavarësisht se arrita të përparoj, është shik problematike në sesionet e tjera, kështu që po mendoj do i them një spotter një herë që të paktën ndihmoj për pjesën e nxjerrjes së peshës. Edhe mendoj që ka për të ndihmuar kjo që të përparoj më mirë. Kalojmë në upper back row tani. Okej, fusim e këtu një 2 set e nxehmi dhe pastaj kalojmë top set. Rrisim qik peshën. Okay, Nacho, warm up set 2. Here we go.
Okej. Dhe që jemi gati për top set. Okej, herë në fundit me 77, në 75, arritëm në nxirnim 6 përsëritje dhe thash, më mirë po i fusej 2.5 që, ka pak në 4 përsëritje me kaq, edhe progresojmë e këj gjë. Kështu që, here we go Nacho. Top set, all out, synojmë të paktën për 4 përsëritje. Po të mundohesha, mas e nxjerrja edhe një, po problemi i vogël është që mas e mbyllu një pal straps edhe këtu, që të kem pak në shtrëngim më të mirë se po fillon të çik tik shtrëngimi. Gjithsesi, okay, 4 përsëritje, herë tjetër përpiqemi që të përparojmë me një përsëritje. Kalojmë tek clavicular pec fly tani. Okej, herën e fundit që e bëra të ushtrimin, dikush tha që o po bë për gjoksin poshtë. Faktikisht ky nuk është ushtrim për gjoksin poshtë, ky është ushtrim për gjoksin lart, sepse roli i gjoksit lart është fleksioni dhe aduksioni i shpatullës. Dhe për shumicën që thotë, jo, ky është ushtrim për gjoksin poshtë, faktikisht ata që nuk e shohin dot prerjen e gjoksit poshtë është se janë shumë të shnosh, ja ose kanë një ushtrim specifik që do ta nxjerrë atë të vjen. Që ky ushtrimi është për gjoksin lart. Here we go, një warm up set. Okej, mendoj që jemi gati për top set. Okej, Nacho. Herën e fundit tu me 32.5, arritëm të nxjerrim 5 përsëritje. Kështu që kësaj herë synojmë të paktën për 6. Here we go. E lotshme, po very effective. Okej, e mbyllëm me çfarë quhet? Clavicular pec fly. Kalojmë në atë që bën dorja njëci. Okej, dhe këtu rutina e njëjtë, bëjmë duke të nxemi edhe pastaj kalojmë top set. Rrisim çik peshën. Okej, bëjmë dhe këtë set në zemën, edhe pastaj kalojmë top set.
gati për top set. Okej. Top set all out. Synon paktën të kapim 6 përsëritje, po nuk e kapëm, nuk ka problem. Kjo gjë është të mërësisht e rëndë, kështu që na falet. Se maj më me fillova, duket me teatrën herën e fundit dhe me të makin se kërë. Shit. Okej. Shlodhemi pak dhe bëjmë dorën e djathtë. Okej, na që krau djathtë, here we go. Okej. Kalojmë në cable curl. Okej, bëjmë tek set. Nxjerrim këto. Okej, mendoj që jemi gati për top set. Okej. Bëjmë top set me 80 sa herë, meqense herën e fundit bëra me 70, pastaj me 80, kalojmë direkte tek 80. Here we fucking go. Oh, fuck. 8 reps, holy cardio. Se s'ka që rëndë, si ka qëtë shumë pranë dështimit se edhe një nxirë. Veç s'është keq. Dhe shi po mendoj, herën e fundit ku bëra Jane Presti Smithi, gjë që ma shpif atje është fakti që nga që s'ka reliva e pisa ku e kap për shket dora, dhe i kam durt që më bëhen shpesh edhe shumë herë me djersë, kollaj fare. Që po them, me qenë se jam tu, ta bëj tek makineria e gjoksit, Jane Prestin, e kam dhe me kollaj besoj. Hikim aty. Okej, bëjmë kam një warm-up set edhe këtu, pastaj kalojmë direkt në top set. Okej. Gati për top set. Okej. E provojmë një këtu si ndjehet 85-a, edhe në qoftë se shohim që është e rëndë, pastaj e ullim peshën që tani dhe herës tjetër, pastaj të bëjmë direkte me atë peshën. Po që mbas është e përballueshme, s'e di. Here we go. Ah, shit.
më dërmove që kyçet me gjeja, po që overall është më e mirë në thjesht e Smithi versus se më ka shkasë në zduart. Tu ndjej veten më konfident tek shtytja. Kemi me gjë tjetër hapër? Jo. Okej, me këtë mbyllën hapër i Nacho. Kalëm tani tek Lori leg extension. I fusim një aty se të nxehemi këtu. E kalojmë top set. Okej. Fusim full stack, me nisë të nxemin, e pastaj marrim një peshën jashtë, dhe top setin. Okay, Nacho, here we go. Top set, all out. Okej, bëjmë vetëm një set nxehme këtu, e kalojmë pastaj top set. Fuck yeah. Top set. Here we go. Okej, herën e fundit me 95 arritëm që të nxjerrim 5. Mirë po, fatkeqësisht kjo gjëja, një nga këto peshat, është prishur dhe nuk njëtë lartë. Kështu që nuk kam çfarë t'i bëj edhe do e bëjmë 97.5 herë. Supozojmë sigur kemi bërë 6 përsëritje herën e fundit, edhe synojmë paktën për 4 përsëritje. Edhe nëse nuk i kapim dot 4 përsëritje s'ka gjë, i bëjmë back off set. Kështu që here we fucking go. Sa e rëndë. Sa e rëndë. Tek e fundit nuk arrita cekja dot të tulet. But you know what? Hajde quajmë sigur bëm 4 përsëritje. Dhe me shpresë që herën tjetër të paktën të rregullohet kjo gjë që ngec. Po që whatever, përparojmë kaq. Kalojmë tek aduktorët. I fusim direkt e tet top set to. Pa nxemje. Dhe kalojmë tek pulpat. Here we go. Fuck. Shit. Cardio. Kalojmë të pulpat më që. Okej, bëjmë tek set nxemje me të dyja këmbët shpejt, pastaj bëjmë një unilateral.
gati për top set. Okej, herë në fundit tu me 25 arritëm që të nxjerrim 7, sa herë përpiqemi që të nxjerrim të 8-ën. Here we go. Okej, jo keq. Shplodhemi një ca sekonda edhe kalojmë tek këma e majt. Okej, Nacho. Here we go. Këma e majt. Shit. Good. Shtemi që kështu. Okej, ka ishe full body për sot. Përparuam. Duhet se po. Te pjesë e madhe kemi përparuar. Jam i lumtur si shkoi seanca sotme. E vetmja gjë duhet ishte që harrova të filmoja vetëm një klip pa dashje tek leg extensioni. Po s'është për shpun. Overall, great. Shihemi në workoutin e radhës së Nacho.